Vetëm disa dekada më parë, numri i femrave të cilat vijonin arsimin e lartë ishte shumë i pak, ndërsa sa ka ndryshuar ky trend, do të bisedoj me drejtorin e informimit në Universitetin Publik të Mitrovicës, Zotri Ahmet Jasharin. Për dallim prej vitet më hershme, në 3 vitet e fundit, numri i studentëve femra është rritur dhe këtë është rritur dëkshëm. Për drysanët të kaluara, zakonisht femrat kanë zgjedhur drejtimet shoqërore, sikur Fakulteti i Edukimit, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik. Tashmë në vitet e fundit është rritur numri i studentëve që studiojnë në programe teknike. Kjo ka ndodhur për shkak të mbështetjes nga Ministria e Arsimit, që është duke ndorë bursë për femrat që regjistrohen në këto programe. Si rrjedhoi në vitin akademik 2024-2025, në universitetin tonë, përqindja e femrave shumë e lartë, 75% e totalit janë femra dhe 25% janë meshkuj që studiojnë në universitetin tonë. Për dallim prej nivelit bachelor, në nivelin master përqindja është në, si më thonë, dobit meshkuj, me që përqindja më e madhe e studentëve që vazhdojnë në nivelin master është e meshkuj, do të në total 55% janë meshkuj dhe 45% janë femra.